Zonja dhe zotrin, stresi në vendin e punës tashmë është bërë një nga sfidat më të zakonshme. Mirë po, studiusit e fushës e psikologjisë organizative po thonë se ritmi i shpejt i të jetuarit, presionet profesionale dhe mos balancimi mes jetës private dhe asaj të punës po ndikojnë jashtëzakonisht shumë në mirëqenien emocionale, por edhe në performancën e punonësve në punë. Në studio sot me mua për të folur gjithsesi për këtë temë është psikologja klinike zonja Fatime Rahmani, por e njëjta ka edhe eksperiencë në këtë fushë, e njëjta do të na ndihmojë të kuptojmë më mirë se si manifestohet stresi në vendin e punës, si mund të menaxhohet. Dhe një tjetër pyetje që do të na interesonte shumë është çfarë ndikimi ka ai në produktivitet. Andaj unë juftoj të jeni me ne. Zonja Rahmani, faleminderit shumë që ndatë kohën të jeni në emisionin për një botë më të mirë dhe ju uroj mirëseardhje. Faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi. E nderuar, çka konsideroni stres në vendin e punës? Stresi është një fenomen i cili ka kompleksitet në vetvete dhe realisht në vendin e punës tash viteve të fundit ka fillu me marrë një përshkrim edhe një definicion shumë ma konkret, për shkak se po fillon duke u identifiku përmes disa qoftë faktorëve, qoftë dimensioneve të tjera, të cilat po ndikojnë në shfaqjen e simptomave të stresit ose thjesht stresit të lartë që njerëzit po e raportojnë. Stres në vendin e punës kemi shumë çka. Mirë po unë kisha me i nda fillimisht dy lloje të stresit që po besoj krejt psikologët edhe studiuesit thonë që stresin në parim është i rëndësishëm për qenien njerëzore. Pra, stresi na motivon edhe me vazhdu, edhe me punu, edhe me i kry detyrat edhe obligimet që i kemi. Mirë po, janë dy lloje të stresit që i njohim në këtë fushë. Është eustresi, që është stresi i shëndetshëm, edhe është distresi, që është stresi jo i shëndetshëm apo stresi i dëmshëm. Edhe ky i fundit është çaj që ka shumë rëndësi kur flasim për vendin e punës edhe për atë si çka njerëzit po raportojnë si jo të shëndetshme. Cilat janë shkaqet më të shpeshta që çojnë deri tek ky stres? Shkaqet e distresit mundën me qenë të shumta. Edhe këto i kisha nda kisha tendu me i nda në dy kategori. Në kategorinë individuale edhe në kategorinë e ambientit, pra vendit të punës. Kur flasim për çfarë lloj vendit të punës është, çfarë strukture, çfarë sistemi ka, cilët janë njerëzit me cilën rrethohemi, cila është puna që e bëjmë, cilat janë pritshmëritë ndaj punës që i bëjmë e të tjera. Ndërkaq për aspektin individual, isha fokusu ma shumë te përgjigja që e ka personi ndaj stresit, sepse siç e dim, njerëzit dallojnë për ka përgjigja që kanë ndaj stresit. Disa njerëz janë më pragun e tolerancës e kanë më të lartë. Do të thonë nuk mundën me pas ndoshta shumë stres ose stresor të ndryshëm, por nuk reagojnë siç mundën me reagu disa njerëz të tjerë. Pra janë disa njerëz të tjerë mundën me qenë më të ndjeshëm ndaj situatave stresuese dhe ta përjetojnë atë me intensitet më të lartë. Kështu që ka të bëjë edhe pak aspekti individual. Mirë po, ajo që du me u fokusu ma shumë është kjo pjesa grupore, pra pjesa e vendit të punës, organizatës, çka po ndodh brenda në organizat që po shkakton stres ose intensitet të lartë të stresit tek punonjësit, sepse nëse dalin më shumë se 3 punonjës, 4 punonjës, edhe raportojnë stres, atëherë po flasim për një epidemi që po ndodh në organizat. Nuk është pra më çështje individuale, përgjigje e stresit të individit, po tash është bërë një problem kolektiv. Edhe kjo mandej duhet më u pa prej lenteve të departamenteve që merren me këtë çështje, që merren me çështjet specifikisht të punonjësve, pra departamenti i burimeve njerëzore, menaxhmenti i lartë, pra ata persona të cilët rregullojnë këto struktura, sisteme brenda
organizatës në mënyrë që punonësit të kenë një eksperiencë të mirë në organizatë, sepse tash kompanitë moderne po e cilësojnë përvojën e punonësit ose çatë jetëgjatësi në vendin e punës si employee experience ose eksperienca e punonësit, e cila po ngërthen në vetë shumë a shumë se sa veç bërjen e detyrave, përgjegjësive apo edhe veç zbatimin e rolit që e kanë. Pra, po merr shumë çka personi brenda në vendin e punës, duke përfshirë shëndetin e tij mendor, mirëqenien, performancën, vlerat personale e të tjera. Mandej krejt këto po ndikojnë në këtë puzzle-in e madh që po e quajmë pra vendi i punës ose kolektiviteti. Mandej krejt këto po shpërfaqen edhe vinë mandej edhe në forma të qoftë stresit, qoftë edhe të problematikave të tjera që po shfaqen. Kur e përmende organizatën edhe thatë që nëse shkon me 3-4 punonjës që kanë stres, atëherë kalon në një epidemi. Por si vend, si qëndrojmë ne me psikologët në për korporata të mëdhaja, të themi, ose në për organizata, sido qoftë? Tashërisht aze doli edhe një studim, me siguri është edhe një sondazh që është bërë në Kosovë me punonësit. Nuk po kujtohet sakt burimi, po është duke qarkullu në për rrjetet sociale dhe në për gazeta, po thuhet që në Kosovë sipas sondazhit qytetarët po raportojnë shumë stres në vendin e punës, edhe është bërë një prej le të themi problematikave të para në listë që njerëzit po e raportojnë prej shumë e shumë problematikave të tjera që kemi si kolektiv. Edhe kjo po na tregon që definitivisht që kjo dinamika jeta shumë e shpejt edhe gjithçka që po ndodh për një kohë edhe pak e paqartë edhe pa parashikueshme, sidomos në vendin e punës, sepse tash edhe rolet po marrin forma të tjera, modalitete të tjera, inteligjenca artificiale, shumë çka po ndodh për një periudhë tepër të shkurtë, edhe kjo po i bën njerëzit me u ndi të pasigurt në çka po vjen edhe çka po ndodh dhe rrjedhimisht i frustron edhe i bën më të stresuar me qenë në vendin e punës. Sa i përket psikologëve ose burimeve që janë në për korporata, në kompani në Kosovë, unë kom pas fatin me punu në IPCO Telecommunications edhe IPCO me sa e dion është e para në Kosovë, cila ka punësu edhe është marrë pikrisht me mirëqenien e punonjësve në aspekt të strukturuar dhe ka kriju program të veçantë për punonjësit në mënyrë që me parandalu problematika të shëndetit mendor të punonjësve. Pra po flasim për programe të cilat parandalojnë stresin, parandalojnë djegjen profesionale, parandalojnë problematika të ndryshme të cilat punonjësit çdo ditë hasen me to. Edhe si të tillë, pra unë kam eksperiencë në korporat, duke punu drejt për drejt me punonjësit, edhe me strukturat e kompanisë në mënyrë që me kriju një ambient sa më profesional dhe të shëndetshëm të krejt asaj përvojës së punonjësve që e përmenda edhe më herët. Po sa e di unë, në kompani të tjera nuk e di që ka psikolog të angazhuar specifikisht për këtë çështje ose për parandalimin edhe promovimin e shëndetit mendor, po mendoj që kanë fillu me u vetëdijsu deri diku, sepse po i shohim aktivitete të ndryshme që po bajnë edhe pra edhe aktivitete po edhe forma të tjera të socializimit mes punonjësve dhe modalitete të tjera që po krijojnë. Po është tepër e rëndësishme që të ketë psikolog në korporata dhe në kompani, për shkak që në organizata qeveritare mundemi me pa ma shumë, sepse personat e fushave të shkencave sociale angazhohen ma shumë, duke përfshirë edhe psikolog, qoftë me projekte të ndryshme ose qoftë edhe brenda në organizat. Po kompanit ka qenë tepër e pa imagjinueshme, ose thjesht e kam pas që nuk ka nevojë për me pas, sepse na jemi industri tjetër edhe nuk kemi nevojë me pas një psikologë të tjera. Po tash ka ndryshuar gjëra, sepse po është tepër e rëndësishme me u marrë me këtë pjesën e punonjësve dhe këtë balancën, me tentu sa më shumë me e promovu balancën punë-jetë.
E cilat janë shenjat që na tregojnë se një person është i mbingarkuar emocionalisht nga puna? Shenjat kryesisht janë disa shenja të cilat i karakterizojnë punonjësit të cilët janë të mbingarkuar emocionalisht. Pra, po flasim për persona të cilët shpesh din me qenë edhe të lodhun, edhe shihen edhe fizikisht që janë të lodhun, po edhe raportojnë lodhje. Kur thëmë raportojnë, ata shpesh e flasin, e artikulojnë lodhjen, thonë jam lodh shumë, nuk po kam shumë energji, nuk po kam shumë fuqi e të tjera. Mandej është kjo pjesa e mungesave në punë. Shumë shpesh kompanit ose vendet, organizatat të ndryshme e shohin prej një kandi tjetër këtë mungesën në punë, mirë po kjo mundet me qenë një shenjë ose një indikacion që qaj person mundet me pas një mbingarkesë emocionale, mentale, sa i përket punës ose sa i përket vendit të punës. Pra mungesat në punë din me qenë njëna prej faktorëve ose shenjave. E dyta është një farë efekti që po tash viteve të fundit është duke u studiu shumë prej punësve, është një efekti quiet quitting, ose me e quajt shqip është një dorëheqje e qetë. Ku njerëzit thjesht janë aq të mbingarkuar sa që ma nuk reagojnë ndaj punëve të tjera ose thjesht nuk kanë një farë zelli që e kanë pas përpara, motivacioni për me marrë detyra të reja ose projekte të reja ose thjesht me pas një vullnet për me kry punën e tyne mungon. Edhe shihet që po mungon. Pra po flasim për persona që thjesht janë të lodhun, qoftë prej ndoshta edhe punëve repetitive, qoftë edhe prej rolit mbingarkesës që e kanë në rol, edhe njëna prej shenjave që është ma e rrezikshmja që kisha me e thonë, është kjo kur punonjësi thjesht nuk din me thonë jo. Pra, shumë shpesh nuk ekzistojnë ato kufijt e shëndetshëm, pra për te asaj se çka jemi duke punu edhe cili është roli jonë. Shumë shpesh dim persona të cilët thonë gjithmonë po, që unë e kryj e bëj, po është projekti, e marr një projekt tjetër, pra mbingarkohen duke mos ditë ndoshta se qysh me e vendos një kufi të shëndetshëm edhe pra me e menaxhu kohën e tyne edhe rolin e tyne në mënyrën ma të mirë të mundshme. Kjo shumë shpesh ka ditë me qenë njëna prej faktorëve që njerëzit janë di shumë të mbingarkuar, mandej janë lodh emocionalisht edhe thjesht kanë pas edhe simptoma ose shenja më mirë të djegjes profesionale. Pra, mos aftësia ose thjesht mos menaxhimi i mirë i kohës edhe thjesht i prioriteteve që i ka një person, edhe kur themi gjithmonë po, jemi available ose jemi të disponueshëm për punë. Për gjithë shka ose për çfarë do punë. Po, kjo këtë gjendje na i sjell distresi. Po ky stresi i mirë si u quajt? Eustresi, po. Ky çfarë na sjell? Eustresi na ndihmon për me arrit qëllimet që i kemi në punë, pra për me performu në rolin që i kemi, për me imbri objektivat që i kemi, për me undi mirë mandej, është një farë sistemi shpërblimit që ndodh tek personi, është një sistem i shpërblimit, pra kur e bëjmë një punë mirë, edhe e bëjmë me vullnet, ai eustresi na shtyn për me kry detyrën në mënyrën ma të mirë të mundshme edhe në kohën që duhet me u kry. Pra është një farë lloj motivacioni, një farë motori që na ndizet neve për me mujt me performu në rolin edhe në punën që kemi. Pra sa ma shumë që kjo eustresi lidhet shumë me motivimin që ka personi, sa ndihet që është puna që e don, puna që e ka, edhe sa ndihet që përket në vendin e punës. Pra kjo ndjenja përkatësisë mandej lidhet shumë me stresin e dobishëm, sepse i shtyn personat me imbri qëllimet që i kanë. Po. A janë të prekur nga stresi grup mosha apo edhe profesione të caktuara? Si janë të ndara këto, zonja Ramani? Po, shumë pyetje e mirë, Luma, sepse tash ka ndru pakës. Domethënë viteve të kaluara e kemi pas një shumica studimeve kanë thonë grup moshat 30
deri në 45 janë grup moshat që mas shumë ti përjetojnë stres ose ka një përgjigje ma jo të shëndetshme ndaj stresit. Tash me gjeneratat e reja, domethënë kjo Gen Z ka fillu me hy në tregun e punës. Edhe pak ka ndryshuar mënyra si qysh organizatat po operojnë edhe qysh punojnë se tash po sillen në vendin e punës. Pra është kjo sjellja organizative ka ndryshu në krahasim me atë se çka ka qenë më herët. Pra po flasim për një gjenerat, diku prej 18 deri në 25, të cilët stresin, përgjigjen ndaj stresit e kanë në një mënyrë krejt tjetër, në krahasim me gjeneratat e tjera. Pra po flasim për gjeneratat të cilat din me pas kufi ma të theksuar sa i përket punës, kanë prioritete në vendin e punës dhe në raport me të tjerët, edhe përgjigjen individuale e kanë shumë ma, domethënë në një farforme kanë mekanizma të tjerë, ma të shëndetshëm në krahasim me këto gjeneratat që kam përjetu stres, domethënë janë gjenerata pak ma të vjetra se sa këta. Pra po flasim për persona të cilët janë të jetë të vetëdijshëm për shëndetin mendor, pra janë të njohur me konceptet e shëndetit mendor, kanë mekanizma individual të qyshme u përball me problematikat e shëndetit mendor, edhe kanë kufi shumë të qartë. Janë një gjenerat që tash është duke i shty krejt kompanit paka shumë ju përshtat. Me u përshtat kësaj fuqie punëtore në një farforme, sepse po është tash ngogja shumë në mas. Ndërkaq profesionet të cilat, le të themi, për shkak të natyrës edhe rolit që e kanë, preken mas shumti prej stresit në punë, janë rolet të cilat kanë bëjnë me klient, pra me palë, që shi thojmë edhe na, janë rolet të cilat kanë bëjnë me shërbimin ndaj klientit, punojnë në dyqane ose në industrinë e retail, edhe punojnë si të cilët kanë të bëjnë me ofrimin e shërbimit ndaj klientit. Pra kanë drejt për drejt punë ose që shi quajnë ndryshe edhe një farë frontline ose vija e parë e shërbimit. Këta din me qenë ma të prirur për të përjetuar stres për shkak të punës edhe ngarkesës edhe rolet që e kanë. Po mos të harrojmë edhe profilet apo profesionet të cilat janë në shërbim, siç janë doktorët, infermierët, policia, domethënë të gjitha profesionet të cilat janë në shërbim të qytetarëve dhe mandej edhe kjo pjesa tjetër e korporatave, pra të klientëve. Të gjitha ata të cilët kanë drejt për drejt punë me njerëzit dhe me shërbimin ndaj njerëzve, përjetojnë ose raportojnë më shumë stres se sa rolet e tjera, po flasim. Po, si mund të menaxhohet pra stresi, apo cilat janë strategjitë që rekomandohen për ruajtjen e shëndetit mendor? Janë dy kategori faktikisht, të cilat mendoj që është mirë t'i përmendim edhe t'i këshillojmë qytetarët që të shikojnë më shumë në këtë aspekt, pra është kjo pjesa individuale, se çka duhet të bëjmë ne si individ për ta menaxhuar më mirë stresin që e kemi në vendin e punës, po edhe kisha jap një këshill edhe për punëdhënësit, se çka duhet të bëjnë ata për punësit e tyre. E para, mendoj që secili person duhet me pas një mekanizëm ose disa mekanizma më të shëndetshëm sa i përket stresit. Pra, po flasim për këto kufijnë të shëndetshëm që i tham, menaxhimi i kohës të jetë më i mirë, edhe të balancohet puna me jetën personale. Sepse kur të balancohet puna me jetën personale, atëherë ne po kemi diçka tjetër jashtë ambientit të punës që po kërkojmë me u marrë me të pak më shumë. Qoftë ajo familja, qoftë hobit, qoftë ato aktivitetet personale që na pëlqejnë, dhe këto ndikojnë në reduktimin e stresit apo edhe balancimit më të mirë sa i përket punës edhe jetës personale. Mandej janë teknika të cilat përdoren për menaxhimin e stresit aty për aty, pra është frymarrja e thellë, e cila
për qytetarët ndoshta është mirë edhe me hi edhe me lexu pak më shumë, është quhet box breathing, apo është ajo frymarrja në kuti që quhet, pra kur marrim frymë thellë përmes hundës, e mbajmë pak sekonda frymën dhe e lirojmë ngadalë, edhe kjo e shqetëson sistemin nervor, edhe mandej edhe lirohet pra stresin në mënyrë automatike, rrjedhimisht qetësohen edhe organet e trupit siç janë zemra, edhe nuk e kemi ato shtrëngimet edhe simptomat e stresit të cilat munden me na bë me u ndi keq. Një ndër teknikat është kjo, dhe e dyta është kur t'jemi ose që ajo që ka po rekomandohet mas shumëte edhe që ka studiusit po e thonë që është tepër e shëndetshme, është edhe mindfulness. Është një teknikë e cila ka të bëj me të qenit prezent në moment, të punuarit me frymarrje, të punuarit me mendimet negative automatike edhe me ndjenjat se cilat po na vinë. Pra është një lloj i teknikës e cila ka dhe video të ndryshme që mundemi me i lshu edhe me u ndal në një dhomë të qetë, edhe ku mundemi me e kriju një farë lloj meditime i cili shumë shpesh din me qenë tepër efektiv tek njerëzit që përjetojnë stres. Jemi krejt në fund të emisionit, do të i referohem një studimi që kanë bërë psikologët në fushën e psikologjisë organizative, të cilët thonë se stresi i tezgjatur në vendin e punës në ndikon me rreth 30% në uljen e performancës punonjësve. Por zonja Rahmani, ju lutem, mund të na tregoni se sa është i rëndësishëm komunikimi dhe mbështetja emocionale tek këta njerëz? Shumë e saktë, Luma, çka the, dhe definitivisht studimi është shumë e vlerë dhe relevant, për shkak që stresi i tezgjatur edhe i pa adresuar, tash du me bua edhe këtë, me shtu edhe këtë element, pra kur nuk adresohet, kur nuk ka një adres stresit se ku mundemi me u drejtu, qoftë në organizatë ose qoftë jashtë saj, atëherë ai vetëm akumulohet, edhe rrjedhimisht ka me na me pas pasoja të ndryshme qoftë në performancë, po qoftë edhe në shëndetin tonë. Pra stresi shumë shpesh din me ndiku edhe në stresin fizik, në shëndetin fizik, Ajo se çka u tha është definitivisht e vërtet, për shkak se në momentin kur stresi i tezgjatur dhe i pa adresum nuk trajtohet ose nuk punohet me të, atëherë ka personi ose punojësi ka me pas mungesë të koncentrimit, demotivim sa i përket rolit të vet të punës, edhe me pas probleme të tjera të cilat kanë me ndiku drejt për drejt në performancën dhe produktivitetin e punës së tij. Pra është tepër e rëndësishme të adresohet në mënyrë të duhur, edhe punëdhënësit pra të krijojnë struktura dhe programe të cilat, për shembull departamenti i burimeve njerëzore mundet me punu drejt për drejt me këto struktura, programe pra të cilat e promovojnë shëndetin mendor edhe mirëqenje në vendin e punës. Mirë po para se me u bo strukturat edhe programet, duhet me u bo një hulumtim në organizat për brenda, për me pa cilat janë nivelet e stresit, cilat role po kanë më shumë stres, po raportojnë më shumë stres, cilat janë ato profesionet të cilat raportojnë më shumë stres, dhe në bazë të dhënave të krijohen, hartohen aktivitete dhe programe të cilat ju ndihmojnë punojësve definitivisht. Atëherë kujdesi për shëndetin mendor është po aq i rëndësishëm sa edhe kujdesi për shëndetin fizik. Stresi po që mund të jetë pjesë e jetës sonë të përditshme, por mënyra se si e menaxhojmë këto bën diferencën. Zonja Rahmani, unë po të falenderoj jashtëzakonisht edhe një herë për kohën, sinqerisht, po të falenderoj për këshillat dhe për këtë bisedë kaq frymëzuese që zhvilluam sot në studio. Shumë faleminderit, Luma.